Dhe po e them sinqerisht, si pëlqen këtë se këta trit janë qashtu, po i vetmi shtet sot që ka një udhëheci që është zëdhën se muslimanëve është Turqia. Udhëhecin e Turqisë e dojnë edhe hoxhallarët shqiptar, edhe angles, edhe amerikan, edhe arab. E dojnë edhe qëta trit me mjekra dhe këta pa mjekra. Pse i vetmi po i thët botës, veç pse janë muslimanin i të javë botë qështu. 14 atentate ja kam pregadit Haxhi Regjepit, se Haxhi është edhe medresant, Mulla Regjepit. Recep Tayyipit 14 atentate. Njoni tha, si shkon larg, tha shta ka thonë Zoti. Mu me ma bune atentat, thonë të mvrojnë që të dera, se qashtu jam i pa pregaditun, aje rifi po shkon i pregaditun. Aje po i kalzo botës, që na si musliman po dojna që shtu në botë me hi, si musliman. Edhe po kënon Koran, e keni po vjen Kosovë, vallahi zama po më rritet. Edhe këta deputet, marksista, enverista që i kemi në parlament, po ju kallet zama, dule deputetja që ka orë për Shqipnis. A me konë mirë, tyve nuk isha të na heq, kish ne që t'jen vendve, po t'i s'ka pos vend, heq që që dikun. Edhe ajo tha, na pengon tha agenda islame e kryeministit Turqisë. Pse? Unë nuk e kum pa agenda, po më kallzoi një hoxh, një shokiu në shkretari Vakafit në Prizren, shok klase, është i komunitetit turk. E tha, kur niset për atjehet, tha e bën shembull në Prizren me drek me kon, në Prishtinë me aksham. Këti lidha me namaze. Edhe me si të mje kum pa të mojt ligjeratën aty në Prizren, kur ke vjeta, kur ke? Se ke dhe si vjet, je vjet, në 2012-13, mu i me gabu vitin, të fol, ora 18 e diçka, kur janë nisën e zonat, aty si me konë Arabi e zonën Prizren, edhe vesh kur peksiju nal. Ta është peksiju kriministri ju, peksiju në mediat, a i vesi reke, e thyrke bën ideale zonën, na knaqke zamrat, kej, te ju thirë zonë e pengon. E normal ta shi pengon botës, se agenda islame ka. Normal që i vetëmi lider të musliman që 3 herë në zjedhe vesh po shkon të e rritë përqindjen. Zakonisht herën e parë një shkon up nalt, pa një vesh shkon për të poshtë, ose dhe herën e dytë, ama tretën bjen të poshtë. Kështë 3 herë vesh për pjetë. Ta shqyre bota që bën cioniste, ja organizun një komplot. Një hoxhi turkis që rrinë Amerikë, para me ndo tash, para 20 vjetë e bëjke, do, o Allah dhe i kënë dihmoj. Kër e kom pa që tash më të qërë trupi, qëfar doa e bëjke kondra i tina. E bëjke doa në thejke, Allahum me zelzilin arda tahta aqdamihim, o zote këtë dridhja o tokën në kom, Erdoganit edhe këtyne. Stakfirullah. Pse tash a i hoxha met atje, sa i pe kalzon ilmin atje në Amerikë, po këthe më në Turki kalzon ilmin, e a i pe kalzon atje, e këta pse arriti kështu, ja të lovetën këgja, edhe me proteste, edhe me ato, edhe me ato. Andaj gjendja është rëdhimshme. Dhe ky met, edhe në Turqi, edhe këto dhe atje, nuk rregullohet ndryshe vetëm që shë rregullohet ai përpara i meti. Me që janë rregullohet, me që të libe që atje me Koran. Gjendja i metit tonë rregullohet vetëm me Koran. Mirë po tash me Koran, këshëre, Evropa e marrë është në Bashkinë Evropiane ka shti Bugarin, Rumonin, Çekin, Slovakin, Polonin, shtete, zhlëkajt. E mos me shti Turqin. Po Turqia është, po di që me thonë, është kopshti i të mirave për Evropën. Kopsht, bashkë është, se Zoti ja ka dhënë pozitën gjeografike, kejt me detna, me lumej, me liçej, gjelbrim, nëse xhenet ka dikon, në dynja, xhenet se ka, xhenet do mon kopsht dynja se ki Turqin. Me rrugë, me infrastrukturë, me ato krejt. Vetëm, më në men se gati 100 vjetë kam punue, për me shkim Turqin. Pra menoj që këj kryeministri, kur orë mas parë kryeministri ka që vajzë në Amerikë me studiu. Pse? Se e vajzë e vetë, Rejhana, që po të amin, nuk ka mujtë me studiu me shani, se nuk pelen për shteti Turqis, e Amerika e ka lanë. Edhe vajza Erdoganit e ka krye atje për shkak, e ta shti vajza e jeme, jo t'ja shkon e krye në Stamboll, në Ankara, ku dush, se ta shti lejohet me shani. Lejohet me hin parlament me shani, lejohet me hin akademi me shani, lejohet me hin spital me shani, lejohet më falë ku dush.